Tani Rexhepi, duke parë ato pamje, më thuaj çfarë mendon. Janë profesionist, kur themi profesionist janë të lidhur me shërbimet që mund të kenë pasur në ushtri, apo janë vrasës me eksperiencë, apo amator? Më bëj një analizë, se janë të ndryshme të gjitha këto gjithashtu. Profesionist me eksperiencë apo amator? Jo, nuk për amator njerë përjashtohet kategorikisht. Përjashtohet amator. Nga gjaktocia, nga vendet që kanë zgjedhur, nuk është se kanë zgjedhur në një vend të mrekullueshëm, që t'i kthehemi. Ndoshta janë detyruar të lëvizin, por keni parasysh aty mundësirat e largimit të mjetit. Atë ju krijon kushtet sepse për shembull një super profesionist, ti vjen një makinë para, një mbrapa, por kanë patur prapë këtu ka një pikë pyetje, sepse ata kanë patur duke ditur kush është brenda, kanë patur edhe me merakun e reagimit nga brenda. Atëherë vihet një makinë para, paktën në rastet që un kam qenë. Një makinë brapa, vjen tjetër këtu, më dhe një plumb tek iku. Domethënë mes Tiranës kjo. Ke ora, mos ma kërko cilën ngjarje është, ka shumë vite përpara. Pra, ai lloj mjeti me ato parametra, nëse vinte këmën gaz, edhe Toyotën mund ta bënte cop. Edhe Toyotën mund ta bënte cop edhe në përplasje, është e shpejtë dhe mund të shpëtohet atetate. Gjithsesi fakti që ata realizuan janë profesionistë për mua të nivelit relativisht mesatar, nuk janë kështu themi high definition, sepse mund të gjuani nga brenda nëse janë, unë për shembull në një rast që isha në gjykatën e Koksit, një nga këta, domethënë klient po e quaj. Okej, klient, okej. Isha ngarkuar nga gjykata në fakt dhe më tregoi që pa dashur të largoj gjurmën se si bëj pjesë asaj që më tregoi që në Kosovë ka nuk flas se është krimi nga Kosova, timi qartë. Në Kosovë, e para në Kosovë pas ka politika liberale për armën, por nuk është vendi këtu për ta diskutuar dhe situata të pjesë. Në Kosovë ka poligone nga, le të themi, nga komando italian që nxjerrin njerëz certifikuar për qëllime të mira, kështu, për të ruajtur personat e për security. Po, security, po. Pra, nëse kualifikohesh në një poligon në Kosovë? Të tillë, kudo domethënë do të marrësh shembull, ka qetësor, nuk e di në Kosovë dëgjova nga ai. Nëse kualifikohesh në poligone speciale, domethënë. Gjithsesi mund të arrish të bësh lloj lëvizje. Gjaktocia është profesionale. Më tregon të eksperiencë kanë mbështypur. Po. Tregon që janë kryer të tjera vrasje. Patjetër, është profesionale, mënyra ajo eci aq e qetë drejt asaj, madje edhe siguria se ose janë bindur që i kanë qelluar, domethënë autorët, sepse ai vjen atje dhe nuk druhet nga një reagim i mundshëm. Po. Ose vazhdon qellon, nuk druhet nga këtu i bie arma e gjatë. Jo, e hedh kanë mbështypjen se merr tjetrën. Mbas u blloku tash. Ajo aty bllokua tani. Edhe atëherë ndron merr armën e vogël. Po prapë bie. Largohet e hedh vet atë. Ka mbështypjen këtu e hedh vet atë. Si punon as kjo atëherë, janë bllokuar të dyja. Kjo është bllokuar e hedh atë, e nxjerr tjetrën. Atëherë ai e ndroi. Po, ndroi kallashin, po qilloi prapë i bllokuar dhe mori armën tjetër. Dhe këtu bën ekzekutim përfundimtar. Në rast se tani krimi nivelit lart, tash o pagesa shumë e lartë, nëse flasim për pagesë, nuk po. Pagesa shumë e lartë. O pagesa shumë e lartë, tepër e lartë. Ose detyrën ta ka dhënë një person që nuk kthesh dot mbrapa, se luan me jetën tënde. Nuk përjashtohet dhe kjo mundsi. Jo, të dy janë këto. E ke marrë përsipër dhe ndodh këtu që në rast se porosit si ti jep një porosit dhe ti nuk e kryen, eliminohesh? Po patjetër. Jo, ti dhe nëse kryen mund të eliminohesh. Po, kemi gjëra të tropozës që janë eliminuar 2-3 rradh. Shikoj pak të lutem, tek një Toyota shkon tani direkt në pozicion. Këtu ka më shumë se një automjet. Ky po, në intuitën time. Nuk po e vë. I lexon? Më shumë se sa një automjet. Mund të futemi të lexosh këtu? Në të pamje? Më shumë se jo, nuk është operacion me një automjet. Mos me gisht. Nuk po ti kjo, po ta di edhe me gishteve. Këtu ka më shumë se një automjet. Nuk besoj të mos ken automjet njoftues, automjet shoqërues, një automjet vëzhgues, 5 i ket sigurt. Kështu që në këtë pamje këtu, edhe në vazhdim. Po njëri kalon dhe kthehet njëri. Unë se marr vesh çfarë do shikonte aty, nuk është shfaqje teatrale, është përleshje me armë. Duket ikën një mjet dhe kthehet. Ikën. Po Audi bardhësht. Kthehet. Po bën kthimin. Teatr. Po shef këtë armë tash vetëm ajo filozofia shqiptare që gjithë bota largohet kur qellojnë ne afrohemi ke armët, kjo është tjetër gjë, po nuk besoj se ti jeni kaq papërgjeshëm. Okej, faleminderit. Thjesht unë po shikoj Toyotën edhe po ta vendosim përsëri, do të shikosh se Toyota është në një eksperiment. Regjia të lutem, ma nxjerr ekran të madh, ndërkohë që më bëni komentim se besoj kuptohet. Toyota, po ja një moment sa
Tani, po ta shikosh, jo, aty ku ishte te hoteli fillimisht. Ishte te hoteli dhe në automatikisht shikon që merr nismën edhe ikën direkt te pozicioni aty ku filloi të qitja. Çfarë do të thotë kjo? Do thotë që ka ardhur urdhri. Pra, po vjen. Po vjen. Pra, po vjen. Është informuar. Pra do thotë që ka një informacion nga brenda. Okej. Një kjo, urdhro tani, edhe shiko tani se si lëviz, ikën direkt. Benci nuk është i blinduar, as gjysmë i blinduar. Është thjesht me dopjo gjatë. Po, dhe tani shiko tani, merr tani iniciativën tani dhe shkon direkt dhe ndërpret kalimin e të tjerëve, shiko. Opa, urdhri suprem. Prit, suprem, mbaroi, ndalonin, shkonin në pozicionin tuaj. Ku ka benz blinduar me tavanore xhame, qishin të informacionin që. Tani ti shikon, vjen makina e bardhë. Mund të dekonspiruar që Benci nuk është i blinduar. Jo, vjen makina e bardhë. Kalon taksia, vjen makina e dytë, vjen makina e tretë, vjen makina e katërt. Po. Shikoj. Sigur janë vënojnë çik rrugën këto tash. Mund të jetë koincidencë, po. Shiko tani, ke makinën, ai aty i ngel aty në s'ka ç'a të bëj sepse ai tjetri u friksuar. Dhe makinat e tjera çarkullojnë dhe ikin. Urdhro tani. Tani, shiko tani, më vëmendje, shiko tani ç'a bën këta. Në rast se këta do të ishin super profesional, nuk do kishin bërë këto gabime. Ç'a gabimi ka këtu? E para, arma nuk ndryshohet në atë pozicion, e dyta nuk bie në mes asajt, sepse ti qarkullon gjithmonë në një zonë të sigurt që është gjithmonë e sigurta është rruga. Ai tjetri e ka ndaluar makinën sikur nuk ka asnjë që do të gjymoj, pra nuk ka asnjë lëvizje që të jetë në gatishmëri. Ai tjetri atje e shikon që rreshjet urdhro. Jo, merr armën. Jo, rreshjet dhe pastaj merr armën, mirë. Okej. Dhe tani këta po ikin. Tani deri këtu kanë kaluar sa sekonda. Do të thotë që një makinë policie do të ishte mbrapa këtyre tani në këto momente. Mund ta mos të kapej. Ku? Jo, s'kishte pse ti afrohesh, por mirë, thjesht ta ndjekur. Për ta mbajtur monitorim. E kupton në cilën situatë jeti? Pra ka dështuar qenia policia e shtetit. Sepse policia e shtetit është shndëruar policia e interesit politik e një partie që është në pushtet nga 2013 deri më sot. Dhe ku nuk ka vullnet politik për të luftuar krimin, këto ngjarje do të bëhen zakonisht dhe do jenë zakonshme. Dhe këto ngjarje nuk është vetëm kriminale, është terroriste. U vra gjyqtari në datën 6 tetor. Përpara se ne të dy pas një muaj, në 11 nëntor ndodhi kjo ngjarje. Dhima, përpara se ne të dy. Dhe do ketë tjera, do ketë gjëra tjera. Sepse do kishte edhe të tjera, të cilët do jetë akoma më të rënda. Do kesh tjera. Ne do hyjmë të dy në debat, një pjesë mbasi unë prezantoj një sinkron të Ramës, sot dhe do kemi mundësi të debatojmë, ndoshta jo vetëm të dy, por të tre. Tani do të bëj një pyetje, ndoshta pak me memorien tuaj profesionale, qoftë në anën e policisë apo dhe si ekspert i krimit, kriminalistikës, ky lloj grupi. Keni parë ngjashmëri në vrasje të tjera? E kuptoj. Atëherë unë nuk po them ngjashmëri, po në aspektin e egërsisë. Vrasja e ati kushuririt Elvis Martinez. Brillant Martinez në Fushkuj. Brillant Martinez në Fushkuj. Te ura. Sepse i shkon për shtat arsyetimit të rastit. Në aspektin e egërsisë, ajo ishte më e rëndë. Në profesionalizëm janë aty se ata kanë bllokuar një aks kryesor rrugë dhe kanë një gjaktësi të frikshme në ekzekutimin. Ishte më e egër, por pasojat e kësaj janë disa fish më të larta. Se kthehemi prapë tash ke aeroporti ku ndodhen. Një aeroport duhet konsiderohet i paprekshëm. Një aeroport duhet të ketë plan mbyllje nga jashtë, plan mbyllje nga brenda. Në një aeroport duhet ka dy perimetra sigurie, më thua, perimetri. Ndoshta 4. Gracka që ngrihen si shtylla. Gracka që ti ngrihen makinës që të bëhet çop në rast se vdes, mos ta di njëri, ta din 4-5 veta, po si që nga në rast se bën një ngjarje. Po si që nga kjo aeroport, mirë dakord. Se është si punë rregullore dhe sigurim teknik në miniera, domethënë. Mirë, dakord, nuk i kemi këto ndodhira. Ndodhi grabitja e rinës se po i mësoj për së dyti. Çfarë masa shudorën dhe këta shkencëtarët që janë atje në detyrit përgjithshme pranë ministrave si këshilltar. Çfarë propozuan për ridhin e sigurisë rinës. Imagjinoni një sekond. Imagjinoni, tash dua të them nuk e kam fare të. Na u transmetua si sukses bllokimi një 150 vjeçari, po them kështu në thojza, një burri të vjetër me orientim musliman se përbëndet cënim për sigurinë kombëtare. Ai kishte harruar të vdiste, domethënë kuptimin e moshës dhe domethënë dhe u raportua si po sikur të vinë disa komando. Kjo është reagimi këtu.
Ore, rina si pa raport, pa helikopter, e kupto që do më thënë. Të lidhim pak... Është skandal. Super komisariat duhet jetë. Ja, se këtë... Me Rambo, me komando. Do të ridiskutojmë mbas sinkronik Komando të ushtrisë, meri si dhe të pak të natyre e grupeve kriminale. Interesi për të eliminuar Gilmando Danin. Ndërkohë që kështë dal nga burgu një vit më parë, pjesë e grupit të Shullazit, ndoshta krau i tij djathtë i cilësuar, megjithëse ishin miq, ka informacioni që grupi i tij mund të ishte reaktivizuar me daljen e Gilmando Danit nga burgu. Çfarë arsye ton në këtë? Se Elam Brava, unë du të them kaq. Kategoria e këtyre njerëzve. Po. Flas për çumrin. Janë kategoria e njerëzve që thonë malësorët ju mbet gjak. Se s'di ku ta kërkosh. Konfliktet që kanë ata janë mbi një bandë, mbi dy banda, individ, para me fajde qas kanë lëvizur, sepse ne themi krimi, vrau krimi, po ne me parat me fajde nuk merremi fare që jeven mes Tiranës, se janë më të rrezikshme se droga, se i merret tjetri shtëpia për një shumë të vogël, edhe policia mbyll sytë e veshët. Tulzojnë mes Tiranës, ju merren lokale, ju merren pasulira njerëzve. Ndërkohë që shteti duhet ndërhyjë që bankat të kenë politika, jo nuk e them dot. Është bërë problem kjo pjesë e paradhë me fajde? Absolutisht. Jo nuk dua emra, ajo sepse shteti duhet ndërhyjë që bankat të kenë politika më liberale edhe në kreditimin, sepse një njeri që përballon me ato kamata shumë të larta, kuptohet që një kredi bankare me përqindje normale përballon shumë normalisht dhe nuk i vjen asnjë pasojë. Këtu duhet, pse si mendoni, parat me fajde janë më pak të rrezikshme se sa droga? Absolutisht. Janë aty në nivel rrezikshmëri. Faleminderit. Zhlima, një pyetje. SPAK nuk e ka marrë ende këtë si çështje? Po pse ju prisni do të mirë të SPAK-u këtë ngjarje? SPAK-u kërkon të ketë kallëzime penale, edhe pastaj do fillojë të hetojë dhe pastaj do gjurmojë në rast se kemi të bëjmë me element kriminal. Edhe njerë, po, rasti, duhet patjetër të shkon të prokurori gatshëm i SPAK-ut, sepse kemi të bëjmë me faktin konkret, prapë ngjarjen. Ke 4 persona që bëjnë një akt kriminal. Pra e ke formuar aktin, pra ti në moment shikon që ke një grup të strukturuar kriminal. Në këtë moment nuk ka nevojë të është objekti punës tënde. Është objekti jot, pra e shikon. Në rast se nuk kanë televizion, ata në SPAK i kërkojmë ndjes, duhet ja çojnë amerikanët, kanadezët dhe afrikanët, t'i çojnë aty në televizor, të shikojnë, të hapin sytë dhe të shikojnë që jetojnë në Shqipëri. Sa ata nga e hëna në të premte jetojnë në Shqipëri, por nga e shtuna e të diela jetojnë në Amerikë, se aty e kanë botën e tyre. Prandaj duhet të them që rasti duhet hetohet fillimisht nga prokuroria e posaçme, sepse është edhe mbadi është edhe në kompetencën e saj, për shkak se është edhe në Tiranë. Edhe jo në prokuroria e zakonshme. Prandaj këtu, sa herë unë kam dalë edhe kam thonë, edhe nuk heq asnjë fjalë, në çdo ngjarje kriminale në rrugë duhet SPAK-u të shkojë aty, sepse ka të bëjë me sigurinë kombëtare, ka të bëjë me një ngjarje kriminale që përdoret arma, dhe arma nuk është një mjet i cili e gjen kollaj në çdo vend. Pra ka grupe kriminale që e shesin armën. Ke fundit të tregoj edhe profesionalizmin. Po, tregoj profesionalizmin. Nuk mundet ne tani të kemi vazhdimisht arrestime në kuptimin politik, vazhdimisht korrupsioni dhe këtej krimi të bëhet atan. Tani, o jetojnë ata në Republikën e Shqipërisë, o nuk jetojnë. Pa dashur unë në fakt, SPAK-u të njoh disa merita për të vërtetës, ose ndaj SPAK-u para zgjedhjeve dhe SPAK-u pas zgjedhjeve. Se çka kanë ndodhur pas zgjedhjeve? Jo, unë nuk pati asnjë reagim për zgjedhjet dhe unë i kam bërë dhe në studion tuaj shumë reklam Task Force-s. Task Force-a qëllimi ishte të tremte krimin elektoral, po e lëm të pjesë. E ndihmoi, i bëri marketing. Sepse për pjesën e arrestimeve të emrave VIP unë e vlerësoj, edhe të botës krimin. Ama, disa herë po e them. Ka ndonjë krim në një hetim të filluar kryesisht? Asgjë, zero. Këto që na vinë nga Enkoçati, qofte të përpunuara, të pjekura, të skuqura. Është mashtrim publik ajo. Edhe me këto do mburemi ne. Është mashtrim. Është mashtrim publik. Prova nuk faktohet në rast se un flas kundër Andit, edhe me një person tjetër. Këto nuk janë prova. Dhe sa i bukur jam unë dhe sa i fort jam unë, nuk bëhet këto me kroçat dhe këto mashtrime tani të radhës. Dakor. Kërkohet profesionalizëm, kur të
kur të kesh një klient për të mbrojtur, po e kisha në parim. Jo, po mirë, edhe unë parim e them. Okej. Atëherë nuk ka një hetim të filluar kryesisht. Për shembull, do të thoja, flitet, po e marr si shembull, flitet që dhe në ngjarjen e Shkodrës, Do braç? unë do prem dritat për kamerat. Ka hetim nga OSHE në Shkodër? Për OSHE-n? Di që mbas një muaj prokuroria e Shkodrës e dorëzojnë SPAK, di që ka dorëzuar dhe me një autor të dyshuar çështjen. Mirë, më shumë mirë nëse ka ecur. Unë kam fjalën. Jo, që në atë kohë jo ka ecur, po ishte veprimet e parë. Ja u tregova që të paktën kjo mini se Shqipëria është bërë si me sistemin e kamerave që janë deri në shkeljet e tetave të njeriu, domethënë.